ju tha që i kam mikesh Rozanën, po kjo nuk besoj të pengon që t'japësh një mendim Jo, absolutisht. të sinqert në pyetjen që do të bëj unë që mes... Për të gjë jemi të qartë, madje unë kam bërë qartë edhe Rozit, kur ka hyrë që në opinione do t'jem pavarësisht se tifozliku do jetë për ty në të tjera anë, po përsa i përket opinioneve, unë kam të detyruar të jemi qartë edhe një pasër. Mes Rozanës dhe Gertës, kë shikon? Absolutisht Rozanën do zgjidhja fituese. Gerta për mua është një kopje shumë e shëmtuar e Olta Gixharit. Dhe kam thënë që javën e parë të Big Brother VIP 4. Mendon që Gerta nuk luan, nuk po bën loje, nuk ka reagime, Jo, Jo. Në raport gjithmonë me Rozanën. Do të thënë, për sa kohë unë Gertën e cilësoj finalistin, do thotë që po luan dhe është një lojtar goxha e fortë. Se finalist është ai që është i fortë. Por Gerta deri tani nuk po luan. Gerta gdhiet dhe ngryshën duke mbatur Rozanën në gojë. Gjatë gjithë kohës flet për Rozanën. Dhe atëherë kur nuk është Rozana në shtëpi, Gerta thotë këtë gjë e ka bërë Rozana. Dhe atëherë kur nuk është Rozana vërdall, Gerta për një erë që fryn, për një shish që bie, thotë këtë e ka bërë Rozana. Dhe në rastet kur Rozana e ka dalë në mbrojtje Gertës, prap Gerta ka qenë ajo që ka thënë ti i ke shtyr këta. Domethënë, Gerta për momentin mua më duket si është një komentuese. Si shumë komentues të tjerë që ka vërdall nëpër rrjetet sociale. Elton në fillim të Big Brotherit u duk se do ishte një dyshe me Pole, siç ishte Laerti me Rozanën. Por duket që rrugës gjërat u sheshuan dhe po vazhdojnë si aleat dhe nuk po vazhdojnë si pole të kundërta. Po jo, shiko, pse do ta shitsoni si aleat? Ajo lojë nuk ka aleat. E di çfarë do të thënë aleat? Jo, aleat në kuptimin që në argumenta ndaj banorëve i kanë përfusë të gjithë argumentat. Ja të lutem ta mbaroj, po mund të ketë njerëz që mendojnë njësoj. Po jo gjithkohë. Po nuk e di, mund të jemi neve të dy që mendojmë për gjëra njësoj. Për shembull, neve të dy, nëse mendojmë që Egli është lënduar nga Gjesti, ti e mendon si unë? Absolutisht e mendoj si ti. Atëherë nuk kemi aleat, por kemi po një mendim. Nëse në 10 temat ne mendojmë njësoj, po sepse ka një pak mbrapa, besoj unë, ëh. Atëherë, neve gazetarët zakonisht kur mendojmë njësoj. Artistët kur mendojnë njësoj. Piktorët, për shembull, janë njerëz më abstrakt, po të gjithë piktorët, po ti shikosh, janë të tërë njësoj. Pra thua s'ka një pak mbrapa. Jo, nuk ka një pak mbrapa. Unë ta thash për Rozana ka vendosur ditën e fundit dhe dy personat që ka folur, është dhe një person i tretë që është menaxheri i faqes. Po personat e fundit që janë kontaktuar që është vendosur që Rozana të futet në Big Brother, kanë qenë e motra e Rozanës, patjetër, dhe unë jam kontaktuar i fundit nga këto 3 persona. Në qoftë do të kishte një pak, neve Rozana ftesën e ka marrë përpara, siç ka marrë dhe unë ftesë për që pjesë e këtij reality show. Por Rozana, e mori në shqyrtim. Dhe tha, do t'ju kthej për një dhe ktheu përgjigjen në deadline-in e fundit. Atëherë kur nuk kishte më kohë. Për të vënë në parasysh se çfarë do humbë dhe çfarë do fitojë, se në Big Brother nuk fiton gjithmonë. Si keni parë këto dy hyrjet në Big Brother? Rihyrjet më saktë të Xhibanit dhe të Jozit. Xhibani hiku. Vjen keq që iku, Xhibani ishte një lojtar që unë simpatizoja shumë fort, thash unë kisha llogaritur për finale. Vjen keq. Mendoni se Xhibani po të ishte pak më argumentues dhe jo gjak nxehtë, domethënë po të argumentonte dhe të mos nxehej. Xhibani nuk duhet të ishte gjak nxehtë, se për argumentim, nëse Xhibani do ta lini të flisnin, nëse Xhibani do ta lini të flisnin, Xhibani ishte njëri goxha i elokuent, argumentonte, pavarësisht se ti ke njerëz të tjerë aty që kanë ardhur deri këtu dhe nuk argumentojnë asgjë, se për shembull ne po të marrim Gjestin që është fenomeni i këtij Big Brother, është një njerëz që në prime apo fundon çdo diskutim, argumenti është zero. Pavarësisht se është lojtar i fortë në të tjera aspekte. Ndryshe nga ai për shembull, ose ndryshe nga disa lojtarë të tjerë që janë brenda, se argument ka dhe Aldo, por nuk është lojtar i fortë. Xhibani kishte argument, ishte njëri që për mendimin tim ishte më naiv se ç'duhet. I merrte gjërat më afër zemrës se ç'duhet, kështu që
Kjo e ka penalizuar atë për sa i përket gjakzëtësisë. Po, në raport me Jozin, me rifutjen, ka pasur aludime në raportin që ka me Valbonën. A kanë qenë të lidhur jashtë, kanë qenë të lidhur Jo, jashtë? ata nuk gjithëshin jashtë pra. Shiko, Jozi, kur ka dalë nga Big Brother, unë e kam takuar në shkallët e Top Channel, nuk ka që nuk e hyrë për të Shqipëria Live. Jozi në Shqipëria Live ka deklaruar që unë Valbonën dhe vëllezërit e saj nuk I njoh nga jashtë. Valbonën ka takuar vetëm 2 herë. Do të thënë, në tërë teoria e Valbonës, Jozi dhe Valbona ishin shok shumë jashtë, dhe vëllezërit e Jozit ishin miq me Jozin, vëllezërit e Valbonës ishin miq me Jozin, nuk ekzistonte. Jo vetëm që s'ka pas lidhje jashtë, po unë kam përshtypjen që Valbona Jozin e ka pëlqyer brenda. Fillim Valbona ka dashur që të lidhet me të. Pastaj ndryshuan gjërat rrugës prej Loredanës. Ajo që mos unë duket normale është prapë të thertoria, aktivizimi thertorës emocionale që po bëhet atje, ku Jozi tashti për karshëllik të Loredanës bën atë dëvuaj. Pavarësisht se kemi një banore që ka dalë nga këto gjëra, ka dalë jashtë asaj shtëpie, në gjendje të rënduar psikologjike. Po shohim që po lejohet përsëri një banor të tallet me lirat e një njeriu tjetër. Në këtë rast është e Loredana. Dhe na ka dalë në skenë Ola, që më duket tipike ajo goca që zë dashnor, një burr të martuar dhe që kalon në orgazm, ku shikon gruan e atij burri duke vuajtur. Ilton, duhet të pyes për lojën që ka bërë Gjesti. A ka të krahasuar me ndonjë banor më përpara? Shpesh është krahasuar me lojën që ka bërë Luizelli. Po dëgjoj, pastaj gjunaf që të krahasosh Gjestin me Luizellin. Krahasohet Gjestin me Luizellin. E kupton se sa vite dhe ditë larg janë, e kupton sa lart është Luizelli, domethënë Big Brother ka ndryshuar standard kur ka fituar Luizelli. Pas fitores së Luizellit, ne kemi vetëm kopje të shumtuara të Luizellit. Asnjë gjë tjetër. Të vazhdosh të thuash që Gjesti ka një ngjashmëri me Luizellin, për mua kjo është gjëja më skandaloze. Vjen shumë keq që shumë njerëz, disa njerëz e shikojnë një lloj ngjashmërie të tillë, por zero. Unë kam analizuar lojën e Luizit me detaje në Big Brother VIP 2. Tashmë jemi miq. Ditë të them vetëm diçka, në zgjuarësia, argumenti, debati, loja, kurset, Luizi kur nuk I ka thënë kur kujt, hajde futemi 3 veta në bank, hajde futemi neve bashkë, jo. Se prandaj pikërisht loja është që të mos tregosh. Dhe ata të dy që futi në banjë, I votoi në atë farfeje, dhe I futi brenda, dhe kur kush nuk e besoni që ishte bërë kastinga. Po të gjithë thonin ky ja fut kot, dhe kur erdhi puna doli që ishte bërë kastinga. Të njëjtën gjë këta banorët e tjerë kanë filluar ta kopjojnë që të gjithë, kanë filluar që ke treshi. Ishte një kopim të shëmtuar, vazhdon te 4, ka përshtypjen do vazhdoj dhe një 10 Big Brother të tjerë kopimi I Luizit. Shtuar atë që thatë për Luizin, në fakt përveç pjesës së lojës dhe pjesës së argumentit, ajo që kishte Luizi që se kanë akoma të tjerët, është dhe pjesa e humorit dhe pjesa e këngës. Po Luizi e ka të lindur, se është kodran. Sepse sepse ai me vërtet që 24 orë po themi, shumë rrallë, 1 orë, 2 orë mund bënte debate, pastaj pjesën tjetër luante gjithmonë me publikun, ushqente publikun me humor, ushqente publikun me këngë. Mbaj mend Primet, kur I shikonin, kur ishte Luizi, ka qenë spektakël, jo se çfarë, njerëzit ishin në tension se çfarë do ndodhte, sepse tani Primet janë bërë shumë të lezetshëm, ne I dim shumë mirë se çfarë do ndodh. Dim se kush do dalim, dim se kush do ketë surprizë, dim po thuaj se çdo lloj gjë. Di se çfarë temash do diskutohet, di kush do zgjihet në Prime me tjetrin, po thuaj se dim çdo lloj gjë. Në 2 vite përpara, ne nuk dinim asnjë se çfarë do ndodhte, sepse Luizi ishte gjithmonë 2 hapa përpara produksionit. Dhe kjo ishte për shkak të zgjuarësisë së tij. Dhe ajo që ishte akoma dhe më spektakolare ishte debati fantastik që Luizi kishte me opinionistë. Ishte një Big Brother në vete, ishin 2 Big Brother brenda një Big Brother. Pa llogaritur dhe lidhjen me Kiarën, që ishin 3 Big Brother. Domethënë,
kishin opinionistët me të cilët ky merreshe. Kiara, të cilët si kushtonte pothuajse gjithë vëmendjen, por në të kohë po dhe në të kohë i kushtonte të tërë vëmendjen dhe të tërë banorëve të tjerë. Po, domethënë Luizi bënë 3 Big Brother, brenda një Big Brother. Dhe deri ditën e fundit, dhe ishte njeriu që flinte i fundit, zgjoheshte i pari. Sot, në shtëpinë e Big Brotherit, ajo që Luizi bënte është në mur. I fundit zgjohej i pari. Dhe të gjithë njerëzit çoheshin në mëngjes, dëgjonin këngën që dëgjonte Luizi, pinin kafen me Luizin, shionin lotët e Luizit, se ajo u kthye realisht, çdo veprim u kthye në adhurim dhe realisht. Ai Big Brother për mua ka qenë Big Brotheri më i bukur që ka pasur ndonjëherë. Historia e Big Brother. Edhe në Big Brotherin tim s'ka qenë ashtu. Besoni që Luizi është lojtari më i mirë që ka pasur çdo Big Brother përfshirë dhe ato të thjeshta? Për deri tani po. Nuk ka dalë kurkush ta zëvendësoj. Është shumë e vështirë. Sado që mundohen. Ndjej më të shiko, kam përshtypjen këtë krahasim më tepër e bëjnë shqiptarët e vezës kanë qenë. Është kjo krenaria që Gjesi është i djalë nga Kosova, apo Gjesi nuk e përfaqëson. Gjesi nuk e përfaqëson Kosovën, Gjesi nuk është kosovari tipik, nuk është një kosovar tipik, një burr tipik kosovar, nuk e trajton një femër ashtu, siç e ka trajtuar ai. Kështu që për mendimin tim, këtu ja kam fut pak kot. Me gjithë dëshirën e madhe që ata të kenë më në fund një fitues, po mua do pëlqente më shumë një fitues si Arbër Zeka ose si Veseli që ka qenë dikur, se sa si Gjesti. Paktën të dy të tjerë kanë qenë lojtarë që kishin fjalën e kishin armën më të fortë.